Shmirë se jeni zgju, sot ndoshta edhe një zgju ma herët në vërtet, ata që kanë shku në punë, se nuk ka autobusa, s'ka autobusa, që ndodhi, kërsiti, diçka. Nuk ka autobusa të trafikët urban në Prishtinë, në vërtet, të qytetet tjera, ka në Prishtinë, e ka një farë kacafytje, një farë ngatrimi, një farë vetë... Lojet ping-pongut e ka, momentalisht. Partit, ha? Një lojt ping-pongut e kanë. Lojt ping-pongut, bile, na e përkujtoj njoni prej në kryetarët Prishtinës edhe ma herët, kër ka qenë vetëvendosje në kryet Prishtinës, LDK në kryet qeverisë. Nëse ki fjallën për Shpend Ahmetin. Jo, nën kryetarët ashtë, Dardan Sejdiu. Edhe ish kryetari e pat një postime shumë të mirë. A dhe ish kryetari ka pas postema? Okej, so unë e fola direkt me tonë, vërtet, sa i shkrujti diçka, edhe të një thash, po thash, edhe këta kam faje, kështu, ashtu, kejtë, kështu. Pa i gjithë më në shtete. Mirë më njësë që ku s'dashtë, mirë më njësë, s'kishim pas dëshirë kështu me njësë të hanën, me njësë javën, me problemet të tila, se hanja gjithë menoj që duhet me qenë pak ma relaksu, se jo aqë stresu se sa është kur këthejmë pas vikendit në rutinën e përditshme. Bëllë problemi me uzgju, bëllë është fundi mujit, njerës kam probleme tjera, gajle tjera, edhe me pas problem mandej edhe qarkullimin, e shumë pagesat të tjera, cilat realisht nuk e realizu si munges e bugjetit. Pash edhe një lajmë, Kosova në 2026 po hynë me 1/12 e bugjetit të shtetit. Me thënë tash pas mungesës e miratimit edhe të pajtimit këtyre partive cilat na vetë po i votojmë edhe vetë po ju japim pozita. Sektori publik, varët prej tyre, reziku për ta, sepse kanë kalu gëgja shumë dit pa ju dalë rrogat shumë sektorve, pa është që sët edhe RTK-ja, që është televizion publik, jo i politikës, jo i partive politike, paralajmëroj grevë të përgjithshme. Tashmë jo grevë një orëshe, po grevë të përgjithshme. E besoj që jemi në një situatë jo shumë të mirë, nuk ishim dashur kështu me përfundu vitin, të paktën jo në qësë lloj forme, ndështa s'kemi shpresu për ma të mirën e mëndshme deri në fund vitit, mirë po kemi shpresu që të paktën t'jemi pak më të qetë, pak më të relaksum, nuk e di ako me kry pun diçka zgjedhjet e 28 dhjetorit, po kështu thirrjet jashtëzakonshme ju kisha bu qytetarëve që kësaj radhe me dalë në votime në përmasa shumë të mëdha. Kanë më me votu? Kanë me votu? Njërën parti, të paktën njërën. Adin njona të paktën le ta merë qeverisjen, unë e si për asë njona se mendoj që e meritëm, po tash nuk kemi partit të tjera politike, edhe mendoj që është rëndësishme të paktën në këto zgjedhje kur dalim me konë masivisht për një parti politike, cila do qofta jo, që mos t'i kemi për këto probleme. Nëse të kujtohet, këtu në studion e herët, para se me u bo zgjedhjet, ishte fushata elektorale dhe kom thonë, nuk po më vynë një përparim ram që të nkone shfryzën arsyetimin po mblokun për këta, mblokun për ato, mblokun për këta, mblokun për ato. Për tej blokimeve të regëm qka kime bu, sepse blokimet kime i pas vazhdimisht.